Është i pari që do të kthente shishet e plastikës në rast të rimbursimit. Por ky qytetar nga Prishtina ende nuk mund ta bëjë një gjë të tillë. Kjo pasi ka kohë që Ministria e Mjedisit kishte paralajmëruar këtë nisëm, por e njëjta ende nuk është vënë në praktikë. Pensionisti Saleh Hajdari thotë se do të ishte i kënaqur nëse do të mund të përfitonte nga ky proces. Me konë që i bujnë atë, që më ka të vlasë janë Gjermania, më këtë me konë që i qëjnë atë të veni, po këtë ku, që të e pinë për gjomit atë gjunë. Po, që në të rekompensionin e kësha kry pak, e kësha bu një fitim të vagël bile. Por njëjt nuk mendon këtë qytetar. Ja, si kësha i vada, si kësha këtë si po shkoj për të përbalë me njëherë. Nga organizatat Apastrojmë Kosovën e quajnë përkeqardhje që ky projekt nuk po zbatohet. Është për të ardhur keq që vërtet një projekt i tillë nuk po gjen zbatim, sepse ka qenë një projekt jashtëzakonisht i mirë, i rëndësishëm, sidomos kur bën fjala për kujdesin për mjedisin, sepse i stimulon të qytetarët që mbetjet të tilla siç janë kanoçet, plastika, mirë po edhe xhami të mos hudhen në natyrë siç ndodh rëndom, mirë po ishte një adresë ku ata mund t'i dërgonin dhe më pas t'ju kthehej si depozit një motiv sado simbolik. Sipas tij, riciklimi i shisheve të plastikës është nevojë emergjente për mjedisin. Dështimi i tij, nëse mund ta quajmë kështu, është vërtet lajm i keq, sepse do të ndikon jashtëzakonisht në mos përmirësimin e gjendjes së mjedisit në Kosovë, dhe shkaku i saj mendoj që nuk ka qenë i planifikuar mirë. Pra si duket Ministria nuk i ka marrë për bazë disa kritere të cilat janë shumë të rëndësishme për zbatimin e një projekti të tillë. Se duhet gojja për kushtim për realizimin e këtij projekti, e thot profesori i mjedisit Sami Pacolli. Është një proces më kompleks se sa çështja e bërjes me pagesë të qesëve plastike. Për shkak se ka një kosto fillestare të biznesit, se zakonisht që çdo qeveri më let ju vjen me barëm janë ngarkue bizneseve, ka makineri blerjes për to. E dyta është don më shumë kontroll për shkak të abuzimit, ka mundësi shumë të abuzimit të shisheve të cilat nuk janë të regjistruar. Njoftimi rreth sistemit për rimbursimin e shisheve të plastikës, qelçit apo kanaçeve të aluminit, Ministria e Mjedisit e kishte bërë në shkurt të vitit 2024. Televizioni ka dërguar pyetje në këtë dikaster për këtë çështje, por nga të njëjtit nuk ka marrë përgjigje.